Zjarri i Xhehenemit. Shej Ebu Islami, Allahu e mëshiroft, ka thënë: zjarri i Xhehenemit, dënimi i tij është i dhimbshëm, nxehtësia e tij është shumë e madhe, fundi i tij është shumë i thellë. Ushqimi i banorëve të zjarrit të Xhehenemit, pema e zekumit, ferrat helmuese, qelbi. Lusim Allahun të na ruaj dhe shpëtoj prej tij. Allahu i madhëruar thot: pema e zekumit do të jetë ushqimi i gjunaqtarit. Si tungji shkërir ajo do të vlojë në barkun e tij, ashtu si vlon uji i nxehtë. U thuhet engjëve për mëkatarin: rrëmbejeni dhe graheni në mes të Xhehenemit, dhe hudhni mbi kokën e tij ujin e val, e shtojeni mundimin. Surja Duhan 43-48. Dhe atëherë ju, o jo besimtar të humbur, me siguri që do të hani nga pema e zekumit, me të cilën do të mbushni barkun. Pastaj do të pini ujë të baluar, madje do të pini ashtu siç pi deveja e hetshme. Surja Vakia 51-55. Kështu do të jetë gostia e tyre në ditën e llogarisë. Por atës do të ketë tjetër ushqim përveç ferrave helmuese, të cilat as nuk do t'i mbajnë, as nuk do t'u ashuajnë urinë. Surja El Gashie 6-7. Prandaj, ai sot këtu s'ka mik të afërt e as ushqim tjetër përveç qelbit. Surja El Haka 35-37. Ibn Abbas radiallahu anhu ka thënë: El Gislin është gjaku, uji dhe qelbi që rrjet nga mishi i tyre, banorëve të zjarrit. Allahu i madhëruar thot: do të gëlltisi në barkun e tyre vetëm zjarr. Surja Nisa 10. Subhanallah, çfarë tmerri do të përjetojnë jo besimtarët dhe ata që e mohuan Zotin. Në një hadith të profetit Muhammed a.s. ai thot: zjarri i kësaj bote është vetëm një pjesë prej 70 pjesësh të zjarrit të Xhehenemit. Zotin e lutim të na ruaj dhe të na mbrojë nga zjarri i Xhehenemit. Amin.